Ky serial mundsohet nga Mobile Decor, Liri, Cosmonte Foods, Melodia PX, Kosova Job. Shumë më pëlqejnë filmat me superhero. Dëgjush ka e njeri Spider-Manit të uqim në për banesa, Fort Lakmon. Po në fak aty shkruan, mos e provoni këtë në shtëpinë tuaj, se po më të shkruan pikatet 7. Po dhe pse mos më shkruan, mu arrën feza kejt banesa, a Spider-Manit ja kishtë dhujo mu. A që Batmani nuk o në fan heroi. Batmani veç ka pare shumë. Të në shqiparja pja krymë punt, se me po mos me pas Batmani pare, ta këpusin të errej traveta me bejsbolla. Që Superman jo shumë i fort. Sarbuna që super. Spider-Man i pizzaman me motor. E kalle moj kalle malin, o marton nana djalin. E kalle moj kalle malin, marton nana djalin. E malin nuk po kallet, o malja jo s'ponalet. E malin nuk po kallet, o malja jo s'ponalet. O kalle moj kalle pushën, o e marim solution. E kalle moj kalle pushën, e marim solution. E pusha nuk po kallet, solution s'ponalet. Pusha nuk po kallet, o solution s'ponalet. Respekt! Qërëve sa të mirë jemi. Kukue. Këshim në rekaq ka jona. Qysh ba kush janë, tash e shohish kërë tash diju nazën gisht. Me zi se kom prit që dit. Por një me apo, unë nazën gjepe kom, që të përbozajme njerë. Oljo, re. Për ku vla qka? Për me shku me djek Zvicrën kismet. Për hajrë, pse martohet kusha? Jo, s'ka martu kërkut, po kemi një organizim atje për shqiptarë që janë në Zvicër me shku me kall atmosferën. Fash, ngove. Që. Super. E me qatë hekrin që ati e shkao, që ja muj me ditë? Ky nuk është hekër, ky është klarnet. Ua? Ky zakonisht kur unë pauzoj, ky futet mes të sallës edhe veç kur ta she flak atmosferën. Për një me, a të futë qëtu veç pak? A të futë kall atmosferën? A kimi qitë bakshesh? Bakshish? Po. Ja, rroga jem shkoja, po e parzit. Super. Do me thonë ju përshkoni me knu atje, a? Po, me knu. Mirë shumë. A pa paguni tatim se pa shërëm burg ishtin atje plakëni. Këto janë dezinformata, s'është e vërtet. Qysh mësoj vërtet? Është e vërtet, ju tatimi pagune, rrini shlirë për veti, për një me. Unë e paguj tatim për veti. Për brenda qiti vitit veç 98.000 euro i kum pagu tatim. Për një me, shumë për 98.000 euro të këja ke qartë si ka. Unë kum pagu qash. Po dhe po e vërtet është. Super. E kështu cëlla kom për lypet ma shumë atje? Po në barë qëfar ahingu është. A është darsën, a është syneti, apo është ndonjë fest. Festa qoqa? Jo, festa qoqa, festa në Zvicër. A, thash se festa këtu në Kosovë? Jo, ka dhe në Zvicër festa. A një dhe mirë. E po shajni t'interesum ju? Unë jam interesum për disa bileta. Për mu dhe krejt grupin tem. Për komplet sezonin. Nga thejmë dy copsh me ekip komplet. Hej, apo del t'i knej, unë bëdal që aty se kom përqindje. Unë nazën? E kështu, a mirë një bë njerë në ora 4, desme shku njerë me juve me knu, më të kënash me të thënë roj, a? Kry me eki. A kënoni bajram party ju? A, i rezervove që ato bileta? Po, biletat po thotë edhe pak punë ardjeti si stable moj edhe pak u bëdi. Që të kongë Napoleonit, hilbe se du diçka, kitë gopë që kësha qi kompleta. Jo, bre, kongë e mirë është, po me di që është do këtë ty. Po thua, hiqbe se kom qef, hiq se kom qef. Kongë e mirë është, ne me qatë kongë disa bakshishin e marim. Për një me, a? Po. Gratë fitoni shumë bakshish. Gjujnë aty njerëzia, gjujnë, nese sa pa, kur qonë. Që aty e shojnë që kanë bo. Ketë parë të ju i kanë lënë. Ma qa me bo? Jo, dhe s'ki qa me bo. Vështë nesit më s'ka po mi dalë jetë për parë, se ketë parë t'i lypë. A jam gati që të biletë në falë? Qeve që dhe pak puna sistemi të rjetit, diçka su të boku me ditë. Kalëzë që s'munë është unë heci dikun tjetër, la, se kam shumë punë. Apo a? Moti jam bo biletat dhe që pa ta qef mi u marë që dhe pak me bo ma vetë. Ne më të kujt me rezervu? Ne më Gens Leka në vend. Falendej shumë, respekt, shumë mirë kokët.
Faleminderit, aty ku e mirë për me të minutë me vlut. Vesh Napoleonin mo, shka dush në më me vlyt. E ku shkërce Napoleonin, e ku shkërce Napoleonin, e nusja me gjithë Londrin, e nusja me gjithë Londrin. Oh, Maria, faqet gurabia, oh, Mariana, faqet Melishana. Interesant është puna shtyje muzikantave. Një animuj ditë para sezonës kanon telefonin ftyrë gajle se ka. 5 fish ta vën çmimin, ama sezonës me centa të lutë. Qita kanë këto që thënë e kam lugë e jo frym s'po marë, dije që janë të trajt. Ma për to ke belosh me këta çmime? Një Kosovë jem, qëtu jem, të vogël bre jem, njifëm krejt. Bashko, apo shkojmë se sezona ngat, edhe lugë e kemi. E keni po shqiptari po fartitutët kreditit. O kredi. He kesh të shku një ditë me një bank, e bona një shokit jam, thash, apo vjen me mua, është se kom puna aty, tha, ma vlove jam, thash, po ka dalë, apo përtet, qa kije? E kom një farë krediti aty, më spedin, po më shohin. Po për sa kije atë kredit? Ha 240 muin. Leve, më që në unë, 240 tash po ta kryone? Oj, një qka jam. Qështu një kushëri jam e atë një farë plokin kërëtin, në bëjke, e një qka jam. Pat një karusha nuk mësuesh me ngo. Edhe knej, pat një bonka nuk mësuesh me i gro. Shtu që, hën ati bonk, i nëzirë 200.000 euro, fup kredit, rosësh mirë, edhe hinë punën 3 puna, se tash është jeta dinamike. Edhe ti, nashta nuk e pagun këstin, po ata vinë ta morin dubokin shpe. E të shme abo e vlotit, e të zemrë, quvish pak se tash pe morin. Amo, përsa ta të me punu njeri me koni regullt. Një cëllë tash s'po ki nevojas me shku në bank, sa ta po thirin vetë në telefon, po ta bojnë, o, përshëndetje zotëri, e një mirë, kemi dëgjuar se ju keni qenë pagues i regullt i kësteve dhe kemi një kredi, eko kredi, vetë për ju, 300.000 euro. Se të nollesh me menu, ongule, e hongre, se t'gjerë një farë hushi. Po dhe njeri me përparue. Po, jo shkem, edhe pa mor kredi, nuk po mund, se tash po dujna me ngjyje buken, po dujna me hongre kalamari. Shpak, banka. Alo? U aprovua? Ua, një farë hushim me ka, sa vjen? 15? Po dhe me që janë mund, e mazis bohët. Hërë, që po vi, a jep një kesh? Çka bën kohën e lirë? Qësh po menon kështu, hobi diçka? Po në kohën e lirë besoj mirësh edhe me fëmijët janë hobi, apo? Po mirë e ki. Merna me peshkim, jem peshkatar. Hajt, elaboroma pak që të punën e peshkimit, çka është? Pa, është ma shumë si hobi, diqysh është diçka shumë e mirë, po s'po di që me ta spjegu me fjallë. Se në diqë koka. Dhe me thonë të e pas ke kohën e botës. Pse kohën e botës? E çka po nxinën ma shumë në Kosovë, veç mos më thuj kosis se çka traj. Trofta në drinin e bardhë. Që ka që trofta? Po. Me që ta dy sy e kum po vermit, qelë që ka që. Jetën lugë, këne e pret peshkin kër peqan kry për pjeta. Mos ma këqyr peshkin. Po shurëm sy. Pse jetën lugë? Se që ashtë po ma mërmenja, pse mos më keti mu nipi Berlusconit. Nipi Berlusconit nashta jo, po edhe jetën lugë jo. Nuk e din të atë ndjenjë, se ke provu ala. O qëfar ndjenjë bre është ajo me prit 3 orë peshkin dita zën, tani që të nëskar për gjeta. Ja, unë e lëshoj peshkun. Qysh e lëshon? Qështu unë e marrë peshkun e nëza, e kapi e këshyri edhe në fund e lëshoj. Edhe a i ka drejta, sikur na. Qysh jo? E me dash me mytë peshkin e ashtë të ngrit nuj. Fore pa lidhje. Ku po do me shku? Në... Dublin. Po, pse në Dublin? Ati është një vend shumë i mirë, ka një liçen shumë të mirë, ka njerëz aty shumë të mirë, është edhe një peshk që nuk gjinet kërkun tjetër. Për çfarë do me shku? Po Dublini është një land, shpis ti thirrë. Kom rëmën me naj Slovenia, naj Zvicër, mos më latë këtë Dublin. Ku, që ko këti? Para me në me pas këto në shpi, une. Pse ti? Po shka ti me pas ti këto në shpi? Por kjo të thejnë mëre, nuk me pas të shpi të thejnë. Hajtë qka une? Qka? Se ta është po foli. A ka bileta, a s'ka, po du me ditë? Jo, s'ka për Dublin. Për gjithë kon tjetër ka vesh për Dublin. S'ka ke për kitë punë, hiq. Jo.
Asi s'ko ke për peshkim hiq. Peshk vrasës. E pe që shmak qyrke e Vladin. Po, ba e po që më qyrke? Në për peshkin e kam. Po? E Vladin. E njëftën i djallë. Edhe në muhabet e sipër, a i thot që i pëlqen shumë e dalë për gjah. Ty do këtë interesant, po ti nuk e ki idin ma vogël që e ka fjallin për me zonë peshk. Ej, qyqja, 30 vjet i ka dhe alo e ka menin me zonë peshk. E ka një asi shoshni e ma vjetër se aj, del që aty me një liqe, e shtron një qebe, një skar, do bira, edhe lujnë shra dhe zojnë peshqi. Dhe që si lojt njerëzve, veç ju e thruga e shtetit, e ka e Vladin qerë dhe gruja të shpia t'ja bo bukën, e moshatarët e ti në të eshqiu jetën. Peshki është veç për akvarium, edhe për restoran. Papa, më se ma te prani ne, qeqe. Ani kështë më bojnë marrë me shefin. Po ku jene atë pluma? Shef, pas ke porosit online, a? Qështë online? Po te? Fra online më reu, jam unë a kesh më dyqana të e, posh Google dhe që këm desh Google, në trap, edhe e bora. Po, a? Qështë jene, qështë kam? Mirë, be ti o plumb qyshi. Mirë jam, oj, pëllum besh, bre ty, ta onksha zemrën. Qështë jeni, a jeni mirë? E unë shef, a muj me thonë? Shef po. Jo, po thëmo shef, unë a muj me thë plum. Jo, ti plum, s'më nëshmë në thonë, më shirikujnë, zonë më stani, kështë qa po flet, idiot, po bën. Okej, se unë për ty ndjenja nuk kam. Po, a? Ani dhe ma mirë pa ndjenja, se të na kur pa ndohon ndjenja, po lëndohon, nga mu qa po thëmë. Më shirikujnë, që e të bosti vargjesti? Zonë më stani, idiot. Atë foli unë, shef. Po falja i pëllum besh, me ty nuk o, ti kur flet, qëtë veç sheqer. A po, a? A forti mirë me të arros të te ngoj. Thash forti mirë me të arros të te gujve. Ja, ma nruve. Kush të ndroj? Ja, së ndrova. Ja, nruve, njëherë the ngoj, ta një gujve. Ja, së ndrova i që ku me dit. Për një me, a? Po, për një me. E, qka thu ti une me morë, që ta shkarik, edhe më ta arros kres, a? Rras ma mare, veç e thiri për policin, edhe akona për abuzim dhe për dhunim. Të na plakësh në Dubrovë, të na, ku kumpra sapuni, ku kumpra sapuni. Po? E ka ndru, shef, ta që kam bu me shampon. Po, e ka ndru një me. Që tash, harruva për shka erdha? Veç pak. Për veç pak, kujtohu për shak jarë në shtatë kujtohet. Veç pak se du të me shkuqet. Po, që, po du me dit klienta apo vin që po dojnë me udhtu me bilet veç për qef, a si që po dojnë me gjithë punë ma shumë. Ma shumë për bileta udhtimi se nashta që na kun t'izolum njerëz po dojnë me po Evropë ma tepër. Po pro, për bileta udhtimi njerëz po dojnë me udhtu. Mas fore, na dhët pa ja shu një email bashkimit evropian, edhe mi falenderu shumë që ata i ka shty proceset për para, edhe tash mu ndroshet koleta. E vërtet. Në umin e të e bo me këtë kolet. Ti, bëll, shilikujet, mos fal. Ti, bo, më shilikujet mos fol, unë veç e marrë emailën dhe ja qoj emailën bashkimit Europian. Tu nga që bashkim, në një qëtë viza se në qafë në murë shefi, të në të zezat do t'u i bo. Edhe juve fashin e zezë pja u qetë. Unë që sa nevoj, të në t'u i veqojmë. Në konopë, t'u eshtu i karikën me komë. Falja, shef, është i ri, ka bu djali. Mirja. Qit, nuk e kom jetë më bo nërvoz me juve. Po shkaj tash se i kom 1 milion pun, edhe kom një takim shumë, me një biznes shumë sukses shumë, okej? Hajta, super. Me kokin me shku takim? Vet! Uaj. Që kjo nuk shkon vetë kur. Shumë interesant që kjo puna është ti punëtorit tem besnik. Boba jem, Rahmet i po shmirti, ma bëj... Marë babën gjollë kam, e i koretir. Ma bëj ke djolli jem, generata ju që se keni kriju shtrin, o ju s'dini asë motën me përzon për sheshi. Kur nuk e marrë shave shka për do me thonë. Kur të shatolli të punu, marrok i krejt. Unë e kom një problem që pi marrë senet me emocionen, punë s'do të emocion heq. Po ku me qu këtë dreq, hajtë ku me qu. Me qitë rrugë, me thonë dikuna nështë e merë na i kush punë e strehon, se merë kërkush. Me qu në Gjermania atje, ta kupë dhe Gjermonin. Me mojtë, të qysh me mojtë?
Aj pak ma herët, e që ova thash, shka be printo ma një fleca tje dhe birma? Ma kthej, tha, Shef, s'ka letër. o midja. Po s'ka pos letër mrena. Profesioni? Edukatore. Gjinia? Qysh? O e kena një farë aplikacione t'jashtit, e kanë shtu plët gjini këtu. Po qysh po njështi? A di qka? Femër po ta shkruj? Femër. Për çfarë ofertet punës je interesume? Po dikon jashtë në Evropë, kudo? Pse as po ka këtu oferta pune për edukatore? Po ka, amo kur po më thirrën në për intervista, çka s'po më thojnë. Beleni dhe drejtori një qerdhës ma boni tha, shumë mirë që ka apliku, se na dash me mush numrin, se konkurentin ma te kena zgjedh. Qudi, me ndodh kjo në Kosovë. Valla unë e më nuk po qudit na, që sa vjetë që shtë në për qerdhë ma bojnë. Ti garante dhe quditësh me ti në punë që ta është dikush? Vallone nuk e kam njetë ma me apliku kërkën. Jo, mërone me bachelore, me master të edukimit krym, vjen ai tipi ta bëna keni që si ngjyre numër 44. Qysh që si ngjyra? Po dhe se për momentin punoj në butik. A po, a? Po nesë, a keni ndaj farë oferte? Ti veç ka dhënë ku po dënë me shku, si për veti ku me këqyrë. Po thasha ne ka Skandinavia. U kry, qëta është ta bezgjidhen hiq më stanin. Gjithë kom thonë, nuk do të me lëshu Kosovën. Këtu do të me nejt, me jetu, me punu, me qu Kosovën për para. Po badi ava. Valla që shi ka full ti, veç edhe një aplikant dy më vynë edhe në eca prej këtuet. Valla për ty nuk di, veç unë për vete e kum zgjedh. Edhe një më gati me zgjedh. Moj të re, shumë mire pas ke punën. Kosh, po unë inxinjere jam. Po punoj këtu me shpresën që njerë ka më bo mirë për Kosovë. Ane, se s'po du as ty me ta bobajat, po më për vete jam lodh. A kishe mujnë falë që ato oferta me dërgu me email? Unë e ty krejt ofertat i dërgoj një mail, krejt të kry me ki prej meje. Faleminderit shumë. Po qëfar ti mërës, jam unë inxinjere? Veç e thash mes Monika qaj qika që ka kry fakultet. Shumë situate keqe, kjo që i ka ndodhë kësaj qikës. Hej, të na të shkollë me pas njerit krym. 4 vjetë bachelor, 2 master, edhe 2 praktik, plus që aty ku e ka majtë praktikën, asë në punë se ka nalë. Deri kur bre kështë në Kosovë? Deri kur? Na e dim shumë mirë që edhe mu drejtu Kosova si shtet, ti prapë se prapë s'mun është me im punë, se gjithë shka shkën me të njofshëm. Krejt e din, po krejt hishtin. Për që ato s'mujna me ndru. Kur ka me fillu mu vlerësu edhe profesori, arsimtari, doktori, inxinjeri, arkitekti, kur? A e din kur? Veç kur thirin telefon edhe të regojnë që t'ka dal green carda. O shef! Shef! O shef! Edhe se e jarua adapterin, shef. Hec më rekëthem zyre se po të shky, hec! Qysh pa me shku zyre, nuk muj, më të leon ty vetë me të në këtë kompani serioze. Nuk bojnë marrëveshje këta me ty. Se bre po më gjitash për mas qështu? Ja me ty janë konope mjuzvetin. Apo kthehesh atë ngreja zhag. Shpejt zyre po tom. Hiç mja. Ani merre një adapterin. Po sa ti zyresh po tom. Hec! Ani që po shkoj. Kukur, që po shkoj. Shpejt. Përshëndetje. A jeni mirë, si jeni? A jeni mirë, si jeni? Faleminderit. Më falë se punëtori jam ko qef këtu takimet minis me mënyrë të hareshme, a më kështu përgjithësi është i dashtën, shumë i dashtën. Po shijet. Koncentron atje. Po hajde. Fillimisht ju përgëzoj për hapjen e zyres edhe për punën që cëllën jeni të e bo. Pe boj. Na si Kosman të Fuc, po mendojmë që gjithsesi mundemi me realizu diçka bashkarisht, kështu që të e pas parasysh që na e kena një numër të madhë të stafit, cilat janë gjenerata të reja,
Gjenerat të treja po thot s'ko ka për ty, shef. Që të është dihet. Edhe jemi duke u zgjeru çdo ditë në punë, kështu që ne si kompani që ka ofrojmë është mundësi i punësimit edhe mundësi i avancimit gjithsesi në karrierë për të rinë tonë të Kosovës. Super. Kështu që Nëse punësosh në Kozmon të Fuc, qoftë në administrat, qoftë shitje ose çka do, edhe tregon vetveten atëherë për ty ka filluar një etapë e re. Etapë e re? Shumë mirë, na jena dashamirë të etapave të reja. Që tu me njerë veqa punësu, o të rëko me një që si punë. Për shembull, me bo ju më marë, unë e me njerë punësona që tu, e lo me zyre, e lo me krejt, dhe me thonë, me mu i bo një marrëshjet, unë e punoj për juve. Shumë mirë, dhe më falni me shpak së të me kërlikën, e shmina. E bjerë, komet ngëri zhag edhe me të argjit si gumë. Shef, fati shka, shkon parking, për i të mdi se unë duhet me bo marrëveshjen me këta. Nuk mu ju me lor marrëveshjen që dash. Bjerë, komet shkirë si robë, apo një që po tëmë, më ke hikë të në takim, komet mytë kej. More, unë du nuk vërë 12 loket se këta e kompani serioze nuk në shkryjnë këta me ty. Se këta e o një nga se s'kena shumë pak me unë. po kumetëm. Unë nashta po propozoj ky takim veç është si njoftim, edhe na kështu mujt qytu me kry takimin, e me leon një ditë tjetër ku vina me full për kontrata, marrëveshje kësi gjona serioze. Faleminderit shumë, ishte knasi. Shef, shkoti në parking, për i dhe mu, unë e ta kry marrëveshje me këta edhe po vi. Ja, mirë, na po vazhdoj me Zodritolin, dëgjoni. Zodritoli më ka thonë. Bravo, respekt. Shef, shko parking, pitëm, zvonona, unë edhe po këthejmë. Faleminderit, na po vazhdojmë tutje, kështu që CSC, faleminderit. Miru po. Hajde, Tuli. E kum njek për mas, se s'doj ke më marë, po unë s'dojsha me u punësim, u taku me një kompani serioze si ju, se thojsha ma mi vjedhe unë e ty takoj veç vetë. Ha? Shka burët ju a i një mirë? Mirë, faleminderit. Jo që shpo kalane? Mirë, shumë mirë. Shumë kom respekt për montën, të të madhën që o bardhëzi. Apo? Des. Po, shumë e shishma është. Shef, e në shkujta. Zyra jonë me Kozmon të Fuc super marrëveshje. Fenomenal që merë lezoje. O, jo, kjo sështë. Falmish pak. Që, marrëveshjen. Zodritoli shkun. Mu ka rritë e vloti. Kada, e zë mësë mlo. Shka që ma klimën ka rret. Et. Puntacën e sotme do ta mbyllim me thënien: njeriu është pjellë e mendimeve të tij. Para më do ta kishtonin që të toli ma folmen e ti Cuarekës. Natën e mirë nga unë, Arbana Osmanaj.